Orikumi ka tërhequr vizitore dhe gjatë kësaj fundjave dimri. Disa prej tyre zgjodhën shëtitjet për gjatë Bregdetit, ndërsa të tjerë sfiduan temperaturat e ulta duke u larë në det. Në një ditë me diell, Bregdeti Orikumit u gjallërua edhe nga prania e vizitorëve vendas, por edhe turistëve të huaj. Me syre ishte edhe një çift nga Maqedonia e Veriut, i cili i zgjodhën pikërisht Orikumin për të tretin vit radhazi. Edhe pse jashtë sezonit turistik dhe në një periudhë kur numri vizitorëve është më i ulët, ata i qëndrojnë besnik kësaj zone. Çifti ka preferuar të qëndrojnë në kamping Buzdetit e jo në hotel, duke e konsideruar këtë mënyrë pushimi më pranë natyrës. Ata shprehen se Orikumi ofron qetësi dhe bukuri edhe gjatë dimrit, ndërsa pranojnë se do të rikthehen sërish në të ardhmen. From Macedonia, from Skopje. From Skopje. Yeah. How many days you stayed here? I think 3 days we are 3 days? here. Yeah. Ne jemi nga Maqedonia e Veriut. Në fakt, është hera e tretë që vim në Shqipëri, nuk është për herë të parë. Kemi zgjedhur Orikumin sepse është një vend i qetë. Mi të gjitha në këtë stin, nuk ka shumë njerëz, nuk ka shumë turist, koha është e mrekullueshme, kemi mundësinë të qëndrojmë edhe ta shijojmë edhe natyrën. Në fakt, Orikumi kemi zgjedhur dhe herë të tjera. Na pëlqen ky vend për vetë atë që çfarë ofron. Na ka pëlqyer mikpritja, por edhe gjithçka tjetër. Ju keni këtu një klimë të mrekullueshme dhe mua më pëlqen shumë. Është me të vërtetë një vend shumë i bukur. Nuk kemi vizituar vetëm në Orikumin, do të shkojmë edhe në Dërmi, por edhe në disa qytete të tjera. Në fakt, këtu jemi prej 3 ditësh duke qëndruar në Bregdetin e Orikumit. Jo, nuk kemi zgjedhur hotel, jemi duke qëndruar në kamper dhe është me të vërtetë një ndjesi fantastike. Po e shijojmë çdo ditë që po qëndrojmë këtu. Pas Orikumit, siç thash, do të shkojmë në Dërmi, aty do të qëndrojmë edhe për 4 ditë të tjera, ndërsa kemi parë nga afër edhe qytetin e Vlorës. Me të vërtetë që do të rikthehem, po patjetër që po. Yes, why not? Every year in this time, in winter. Makedonia. Makedonia. You like it? Edhe unë nga Maqedonia e Veriut, në fakt nuk flas shumë mirë anglisht me i atë. Ajo çfarë mund të them lidhet me faktin se më pëlqen shumë këtu. Jo më kote kemi zgjedhur Orikumin sa herë që kemi ardhur në Shqipëri. Është një vend fantastik, klima është e mrekullueshme, ndërsa koha sot është me të vërtetë fantastike. Jemi dhjetor, po duket sikur jemi në një ditë pranvere. Na ka pëlqyer gjithmonë Orikumi, por edhe Shqipëria. Ndaj natyrisht jemi sërish këtu. Very nice place. Kjo fundjavë dëshmon edhe një herë se Orikumi mbetet një destinacion tërheqës gjatë gjithë vitit, duke e mirëpritur vizitorë që kërkojnë qetësi, natyrë dhe eksperjenca ndryshe, edhe jashtë sezonit veror.